Kjo është Aleksandri i Madh, të cilin siç e dini grekët e Maqedonët e pretendojnë që është i tyri, që është absurditet, pasi dihet shumë qartë që Aleksandri ma shumë ka pas lidhje me Ilerët se sa me të tjerë. Edhe nëna e tij, Olimpia, ka qenë Ilire, që është e ditme edhe një kohë gjatë, një kohë sidomos të edukimit të tij e ka kalu edhe me të dojtë e vetë në Iliri. Normalisht është mësu dhe prej Aristotelit, mësuesit të tij të madh, po një kohë ka qenë edhe tek dojtë, do thot në Iliri, sidomos gjatë rinisë dhe kur ka pas probleme me tatën e tij Filipin. Sidoqoftë, ne kemi pas shumë herë raste kur kemi debatu për këto, edhe me grek, edhe me tjerë. Ata mujnë me bo për mendorët 100.000 metra të maja, po nuk e zbej, nuk mund të ndryshojnë historinë. Ashtu si kur të tjerë kanë tentuar Skënderbeun të na i marrin, se të tentojnë me na i marrë njerëz të mëj. Po një gjë është e vërtetë, populli shqiptar gjithmonë që nga antikiteti ka pas njerëz të mëj. Mas Aleksandri ka qenë edhe Piroja, e shumë të tjerë. Por arsyeja pse na i kanë marrë tjetër, se ne nuk kemi ditë vlerë, nuk kemi mbajt. Edhe kjo po na përcjell deri në kohën moderne. Ne jemi ndër popull e rrallë që i han bijtë vet, i han njerëzit më të shumë vet që i harran ata. Edhe dikur do të më mush me ky popull. Me histori të lashtë, ose ne jemi autokton me histori të lashtë që nga antikiteti. Hajde, përshëndes, me që sot është 2 maj 2026, jam në Selanik, Greqi, ciao.